Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Gjithë hamdi, falenderimet dhe lavdia plotit takon të madhit Allah fuqi plot te baraka wa taala. Salate dhe selame çdo herë dhe pa nda I dërgojmë më të dashurit ton, më të madhit pejgamber, zotriu të njerëzimit Muhammedit ton të dashur alayhi salatu wassalam. Mish të nderuar dhe shumë të respektuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen e Allahut po e fillojmë edhe një takim të ri. Sot do të flasim për etikën islame dhe bashkohorja. Një temë shumë e rëndësishme, një temë shumë sfiduese. Kemi mendu të ndalemi tek disa elemente të cilat karakterizojnë ato aspektet më të rëndësishme të bashkohorës. Islami dhe normat islame çdo herë dhe në çdo kohë ofrojnë përgjigje, ofrojnë modele dhe udhëzime pavarësisht sfidave që koha moderne, koha bashkohore neve na sfidon. Nisur nga një fakt shumë I thjeshtë që çdo kohë, çdo shekull ka njerëz dhe vet, ka gjeneratën dhe brezat e veta dhe rrjedhimisht çdo kohë ka edhe barën dhe sfidën e vet. Kjo barë dhe kjo sfidë lidhet edhe me fatin e që fati I këtyre gjeneratave dhe brezave është ai qelsi I fatit të mirë apo fatit të keq për gjeneratat dhe brezat në fjalë. Kur jemi tek epoka dhe koha e modernës, tek epoka dhe koha e bashkohorës, madje tani ne kur po flasim, ne si gjenerat dhe brez I takojmë kohës postmoderne. Mund ta themi pa ndonjë hezitim që epokën tonë dhe shekullin 21 e karakterizon një egoizëm brutal. Sot koha jonë bashkohore, çdo herë dhe çdo ditë më shumë e më shumë karakterizohet me egoizmin brutal, me këtë egoizëm shumë të vrasht, ku njerëzit janë shumë vetjak, njerëzve ju intereson vetëm vetja dhe egoizmi I tyre, njerëzit e humbin humanizmin, përpjekja e gjithë të tjerëve që atë e rrethojnë, a jeton në një botë ku ata të cilët e rrethojnë shpërfaqen dhe manifestojnë një egoizëm të pamëshirshëm. Njerëzit nuk zgjedhin mjete dhe rrugë për të arritur atë që ata e kanë ëndër. Prandaj po e përmbylli, epoka jonë karakterizohet me këtë egoizëm brutal dhe ky egoizëm çfarë prodhon? Prodhon për fat të keq antivlera. Qytetërimi që ne po e përjetojmë është qytetërim I cili rënon, jo një civilizim dhe një qytetërim I cili ndërton. Prandaj po e shohim sot si ka humbur humanizmi dhe njerëzorja.
Po shohim sot gjithandej globit dhe botës se si njerëzit vriten me gjak ftohtësi. Po e shohim sot se si njerëzit pa mëshirshëm vrasin fëmijë, vrasin civil, privohen nga jeta njerëzit e pafajshëm. Shohim në një pjesë të botës se si njerëzit jetojnë në kushte mjerimi e në varfëri të skajshme. Sot dikush për një pik ujë dhe për një kafshat goje, të tjerët fare nuk e kanë konsiderat dignitetin e tij si njeri. E mos të flasim si ndotet bota, e mos të flasim si shkatrohet natyra, e mos të flasim për gjëra të tjera fisnike, prandaj etika islame është gjithsesi imperativ dhe normat e kësaj etike islame janë domosdoshmëri edhe përballë humanizmit, edhe përballë njerëzorës, edhe përballë mëshirës, edhe përballë se si e trajtojmë tjetrin, edhe përballë ndjeshmërisë dhe empatisë e çka tjetër jo. Tani, nëse dëshirojmë të ndalemi tek stacione të caktuara tek bota jonë bashkohore, sigurisht se ka shumë stacione, ka shumë aspekte që janë të rëndësishme, po filloj me një aspekt shumë të rëndësishëm, i cili ka të bëjë me punën dhe afarizmin. Edhe të ndalemi të shiqojmë etiken islame, kur jemi tek puna, morali i punës dhe morali i cili ka të bëjë me afarizmin. Ka shumë çështje morale të cilat neve duhet të na interesojnë dhe brenda këtyre çështjeve morale gjithsesi duhet të na interesojnë ato norma etike të cilat kanë të bëjnë me raportin e njeriut dhe punën. Prandaj, cilat janë ato norma islame dhe si na mëson Islami me kuptu punën, rolin e punës, si duhet të sillet njeriu besimtar dhe musliman karshi punës, sa energji duhet të konsumoj njeriu në orarin e punës, çfarë pret njeriu nga puna e tij dhe çfarë pret punëdhënësi i cili i ka dhënë punë atij. Të gjitha këto, apo për të gjitha këto në normat islame, të cilat i marrim nga Kurani dhe nga mësimet e ndritura të pejgamberit alayhisalatu wassalam, kemi përgjigje. Nëse dëshirojmë të kthehemi në origjinë nga Ademi dhe Havaja, kur ata Allahu i zbriti nga xheneti në tokë, një prej arsyeve pse ata zbriten në tokë është se Allahu kërkoi nga njeriu, këtë njeri që Allahu e zgjodhi dhe ja besoi me këmbësin në tokë, Allahu kërkoi nga njeriu që pikrisht njeriu ta ndërton tokën, ta zhvillon tokën, të ndërtoj civilizime e qytetërime, kulturë e çka tjetër jo. Prandaj, raporti me punën është bazik. Raporti i njeriut, në këtë rast edhe i muslimanit dhe besimtarit me punën, është shumë thelbësor. Por, për fat të keq, kur e vendosim në peshore muslimanin e mirëfillt dhe raportin e tij me punën, shumë herë rezultati na del se muslimani ka humbur vullnetin për punën
Dhe shumë herë një pjesë të madhe të shoqërisë muslimane në raport me punën e karakterizon neglizhenca, dembelia, mungesa e vullnetit dhe seriozitetit për punë, mungesa e profesionalizmit, mungesa e produktivitetit, mungesa e afarizmit të vërtet e kështu me radhë. Prandaj, me lejoni të ndalem dhe të përmendi disa norma etike, disa regula islame, që janë edhe standarde dhe parametra se si duhet të kuptojmë drejt dhe seriozisht raportin ton me punën. Puna në islam duhet të kuptohet si një obligim dhe një detyrë që Allahun që në momentin kur na solli në jetën e kësaj bote, Allahu kërkon nga ne që ne ta ndërtojmë botën në atë ambient dhe në atë rreth ku ne jetojmë. Allahu te baraka wa taala kërkon dy gjëra në kuptimin e përgjithshëm prej neve si krijesa dhe rob të tij. Domethënia e fesë islame ka dy përmasa kryesore, që ne të organizojmë jetën personale dhe shoqërore në këtë botë, dhe e dyta, Islami kërkon që ta përgatit këtë njeri për jetën e përtejme e cila është e përjetshme në ahiret. Më thotë, këto janë ato dy dimensione, dy fushat përgjithshme ku ne angazhohemi. Islami, fusha e parë, dimensioni i parë, e ndërton njeriun duke i mundësu ati ta kuptoj qëllimin e jetës së tij në këtë botë, sa i erdhi në këtë botë që ta njeh Allahun një, ti nështrohet dhe ta adhuroj atë dhe askën tjetër pas tij, ta ndërtoj jetën e tij në botë, si dhe ky njeri, fusha e dytë është ndërtohet në atë formë që ai e din se ai po ndërtohet me gjitha ato parametra për botën e përtejme drejt përjetësive të ahiretit. Ky është ai koncepti dhe domethënia e njeriut në jetën e këtë botë. Prandaj, çka thot Allahu në Kur'an, është një lutje që ne çdo ditë e themi në çdo namaz. Dhe madje është një lutje që ne edhe pejgamberi na ka sugjeruar ta themi ko pas kohe, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot, na dhuro të mira në këtë botë, na dhuro edhe të mira në botën tjetër dhe na mbroj nga zjarri i xhenemit. Domethënë këto janë ato dy dimensionet e përgjithshme që Islami na orienton të punojmë. Rregulli numër 2 i njeriut, në këtë rast muslimonit në raport me punën, nga se jemi duke folur për moralin e punës dhe të afarizmit. Islami na edukon dhe na mëson se puna në Islam është ibadet. Puna në Islam është ibadet, është adhurim. Prandaj, puna në Islam është detyrim, është vajib, më mirë me thonë në ato konceptet islame. Si kuptohet puna në Islam, na tregon një fakt shumë i thjeshtë se në Islam nuk ekziston institucioni i pushimit. Për shembull, çka dua të them, nuk ekziston institucioni i pushimit. Po azem hebrejët, jehudit, ditën e shtunde e kanë të ndaluar dhe është, si me thënë, institucion pushimi. Të krishterët e kanë ditën e diele. Tek muslimant, dita e gjumon nuk është ditë pushimi. Në ditën e gjumon, ditën e premte, neve në ndalohet puna në kohën kur është obligim falja e namazit të gjumos. Mirë po, çka na thot ajeti? Ajeti na tregon se menjere posat falet namazi i gjumos, Allahu neve na kërkon fentashiru fil ardi, shpërndajuni në tokë dhe kërkoni mirësi dhe begatit e Zotit, vazhdojni punën, vazhdojni përpjekjen, vazhdojni afarizmin, vazhdojni ndërtimin,
vazhdojni aktivitetin dhe produktivitetin e kështu me radhë. Tash, që të mos keq kuptohem, kjo nuk nënkupton që njerëzit të mos e organizojnë jetën e tyre me orare kur punojnë dhe kur pushojnë dhe kur janë ditë të pushimit. Por, në kuptimin institucional, Islami kërkon punë dhe puna është detyrim për dallim prej të tjerëve. Do thotë, ku dua të dal me këtë? Me këtë dua të dal se nga muslimanët kërkohet në vazhdimsi përpjekje dhe aktivitet, punë dhe angazhim. Për fat të keq, në dekadat e fundit, muslimanët, po flas tani në kuptimin global, nuk e kanë tregu vetveten e tyre përballë këtij detyrimi. Nuk e kanë tregu dhe nuk e kanë shpërfaq konceptin e tyre të sakt përballë punës në raport me punën. Nga se degadenca, mungesa e profesionalizmit, dembelia, diku që besa dhe primitivizmi, për fat të keq e karakterizojnë një pjesë të muslimanëve. Prandaj, sipas mësimit islam, feja dhe puna janë të lidhura fuqishëm dhe këto nuk mund të ndahen. Prandaj, po dua të vit tek një element i tretë. Ka një kaptin dhe një sure në Kur'an që është shumë e rëndësishme, për nga përbërja e saj nuk është e gjatë. Ajo kaptin e Kur'anit përmban në vete vetëm 3 versete kur'anore, por thellësia dhe përmbajtja e saj është shumë e madhe. Është fjala për kaptinën Asr, ku Allahu betohet në kohën dhe në një pjesë të kohës, wal asri, pasha kohën, nëse e marrim në mënyrë specifike, Allahu betohet në kohën e namazit të ikindis, apo betohet në një pjesë të kohës. Pastaj Allahu dhul xhelal çka thot? Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të madhe. Me përjashtim, ata që besuan, ata që bëjnë vepra të mira, ata që porositin njëri tjetrin t'i përmban të vërtetës, si dhe ata që porositin njëri tjetrin kur këshillon të jenë të durueshëm. Dietarët islam, këtë suret Kur'anit, e marrin dhe e konsiderojnë si një manual shumë të rëndësishëm në raport me jetën, në rastin ton në raport me punën. Allahu nuk betohet në gjëra të parëndësishme dhe në gjëra të pavlefshme. Vetë fakti që Allahu betohet në kohën, dhe kemi edhe ajete dhe sure tjera ku Allahu edhe betohet në momente të veçanta nga koha e njeriut, nga jeta e njeriut. Kjo tregon se Allahu në momentin kur betohet në kohën, kjo i bie se koha është bazike dhe thelbësore për jetën e njeriut. Nga se njeriu duhet kohën ta kapitalizoj, duhet kohën ta shfrytëzoj mirë, sakt dhe drejt, që ai nëpërmjet angazhimit dhe përpjekjeve të tij, nëpërmjet planeve, ëndrave dhe ambicieve të tij, kohën e kapitalizon dhe e shfrytëzon mirë dhe drejt dhe e ndërton jetën në rrethin, në ambientin, në vendin, në shoqërinë, në mesin e popullit dhe shtetit ku ai jeton. Bën vepra të mira. Lën pas vetit gjurmë jashtëzakonisht të rëndësishme. Prandaj shiqoni edhe një herë t'i kthehemi vargjeve të kësaj kaptine në Kur'anin famlar. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është një humbje të sigurt. Ky njeri, nëse nuk din ta vlerëson kohën, ky njeri, nëse nuk din ta vlerëson dhe ta çmon jetën të cilën Allahu ja fali, ky njeri, nëse nuk din ta kapitalizoj jetën dhe kohën që Allahu ja dha dhurat, pastaj momentet e caktuara nga jeta e tij, po e zëm, kur është nxënës, kohën nuk e shfrytëzon në mësimdhënie
dhe në arritjen e njohurive të rëndësishme dhe dobishme për jetën e tij, familjen dhe rrethin e tij, kohën kur ai është student, kohën kur ai duhet të punoj nuk punon, kohën kur ai duhet të jetë produktiv dhe i dobishëm, ai nuk e ka shfrytzuar në këtë aspekt. Prandaj Allahu po thot, pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Nëse i mungon besimi, nëse i mungojnë veprat e mira e të mbara, nëse i mungon produktiviteti, përpjekja, puna dhe angazhimi serioz, nëse nuk porosit në punë të mira në të vërtetën dhe nëse nuk tregohet durimtar gjatë këtij procesi në përgjithësi. Nëse këto mungojnë, atëherë ky njeri do të ballafaqohet me një humbje të sigurt. Nga se Allahu fuqi i plot nuk e ndal kohën për askën në jetën e kësaj bote. Ora e jetës nuk ndalet për askën. Si besimtari, si jo besimtari, si i miri, ashtu edhe i keqi, si i devotshmi, ashtu edhe ai gjunaqari, si ai i cili e njeh, e don dhe e madhron Zotin, si ai i cili fare nuk e çon kokën e tij për krijuesin e tij. Ora dhe koha nuk ndalet për askënd. Ora vazhdon. Është ligj prej ligjeve kozmologjike të Allahut. E kaluara nuk kthehet dot. Të ardhmen nuk e dim, a e kemi të sigurt, ndërsa ne jemi vetëm tani në kohën e tashme. Tani, në atë që Zoti na ka jap mundësinë dhe rastin, shëndetin dhe mundësinë dhe fuqinë, ne duhet maksimalisht me përpjekje serioze, me angazhim të një mend, kohën tonë ta kapitalizojmë. Respektivisht, punën ta kemi detyrim e prioritet. Po e them punën e pastaj këtu tek puna hynë të gjitha ato të cilat manifestohen nxënësi në periudhën e tij të nxënjes së dijes, studenti, punëtori, afaristi, i ai tjetri e kështu me radhë. Ky është koncepti islam përballë punës dhe moralit, përballë punës që duhet ta kemi dhe detyrimit që e kemi në këtë rast përballë punës. Këtu do të ndalemi dhe menjëherë do të vazhdojmë me një pjesë tjetër të moralit që duhet ta kemi parasysh përballë punës. Pas pak do të takohemi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të nderuar, në këtë takim jemi duke folur për etikën islame dhe bashkohorën. Në fillim u munduam të bëjmë një përshkrim rreth asaj çfarë karakterizon dhe e bën të veçantë bashkohorën, pastaj u ndalëm tek morali dhe puna, duke u ndal tek ato konceptet islame si duhet ta kuptojmë punën dhe sa detyrim i madh për gjithë ne është puna. Pastaj tek ato argumente që Allahu kërkon nga ne që me seriozitetin më të madh të kuptojmë obligimin tonë që kemi ndaj asaj që Allahu kërkon nga ne, që të lëm pas veti gjurmë të mira dhe punë të mbara e punë të mëdha. Prandaj jo rastisht pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur jemi tek detyrimi për punën që e kemi si besimtar, thot pejgamberi alayhis salam, të kërkohet fitimi halal është detyrë si çdo detyrë tjetër në Islam. E transmeton Imam Bejhakiu këtë hadith. Në thot, sikur që kemi obligim po e zëm me fal namazin, me agjëru Ramazanin, të kemi mirësjellje me prindrit ton, të punojmë, me fitu pasurin halal,
me ndjers është detyrim sikur gjitha detyrimet tjera në Islam. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadithin e Imam Buhariut e ka thënë shumë thjesht për atë kohë, shikoni çfarë shembulli të kohës se ka sjell pejgamberi për kohën kur ka jetu, thotë më mirë është që dikush për juve të merr litarin e të lidh me atë litar një krah dru, pastaj ti ngarkon në shpindën e tij dhe ti shes ato. Me këtë ai do të ruan dinjitetin e tij, se sa të kërkoj lëmosh ta zgjat dorën e tij e të tjerët ta ndihmojnë. Do të shikoni si pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka eduku dhe i ka orientu shokët dhe bashkohanikët e tij. Një fushë tjetër e rëndësishme në jetën morale islame, kur jemi tek puna, është se duhet kemi parasysh se Islami kërkon që si pjesë e etikës islame në raport me punën, të jemi profesional për punën që kemi pranu dhe për punën që do ta bëjmë, të jemi të përgjegjshëm, nga se ka shumë njerëz janë profesional, por ju mungon përgjegjësia në punë. Pastaj, të jemi të sinqert e të ndershëm në punën që e bëjmë, në punën e cila na besohet, në përgjegjësinë që kemi pranu, prandaj jo rastësisht një kapitull e Kur'anit e ka emrin Kaptina el Mutaffifin. Një kapitull në Kur'an na flet për një ves të shëmtuar dhe një mendësi të çoroditur. Kapitull na flet për ata të cilët kur peshojnë nuk janë të saktë dhe preciz në peshorën e tyre. U ahan hakin të tjerëve. Tash, kjo kapitull dhe mësimet dhe mesazhet e kësaj kapitine nuk kanë të bëjnë specifikisht dhe mënyrë bukfale vetëm me ata të cilët peshojnë dhe nuk janë preciz dhe nuk janë të drejtë dhe u ahan hakun të tjerëve. Por tani, ky ves i shëmtuar dhe kjo mendësi e çoroditur është më gjithë përfshirëse. I përfshin edhe shumë veprime të tjera. Nëse është vepër e shëmtuar vetëm ai i cili nuk peshon saktë dhe drejt në peshorën e tij, është po ashtu vepër e shëmtuar po e zëm nëse një punëtor nuk e respekton orarin e punës. Po ashtu vepër e shëmtuar dhe e çoroditur është nëse një punëtor nuk e kryen detyrën dhe punën e tij me përgjegjësi dhe me sinqeritet. Ose ai eksperti i fushës së caktuar nuk pranon me kry detyrën e tij derisa të mos pranoj mito. E kështu me radhë, do të thotë çdo njeri në fushën e tij, në profesionin e tij, në profesionalizmin e tij, duhet ta bëj më të mirën që ai din. Nuk duhet të jetë neglizhent, duhet të ketë përgjegjësi, duhet të jetë korrekt, duhet të jetë i njerëzishëm, duhet të jetë human, duhet të ruaj pasurinë e punëdhënësit. Ai punëdhënësi mund të jetë privat, punëdhënësi mund të jetë shteti, duhet të mos abuzojë në asnjë formë. Po e zëm, nëse punëdhënësi im mua ma blen lapsin, kjo është lapsi im për punën që unë e kry, por nuk është lapsi im për nevojat e mia personale. E mora një shembull të thjesht nga se u inspirova dhe u frymëzova nga lapsi im. Nëse unë me pasurinë time e blej këtë laps, po, kjo është lapsi im. Mirë, por nëse lapsin ma ka siguru punëdhënësi, ky punëdhënës mund të jetë një person cili ka një
kompani private, por mund të jetë edhe shteti. Unë kam të drejtë këtë laps ta shfrytëzoj për punën që kërkohet nga unë ta bëj dhe për punën që unë paguhem, por nuk kam të drejtë sipas normave islame ta shfrytëzoj lapsin apo të abuzoj me të. Dhe paramendoni nëse ne gjatë punës që e krym, të gjithë ku jemi, kudo që jemi të gjithë, në institucionet që ne i takojmë atyre institucioneve, do ta kemi këtë ndjesi, do ta kemi këtë përgjithësi, do ta kemi këtë nivel të përgjithësisë dhe detyrës, si do të ishim ne, si do të ishte vendi jon, si do të ishte shoqëria jon. Tani unë duke folur për ju, me kujtohet një shembull nga historia islame, një shembull kur ishte udhëheqës i muslimanëve Omer ibn Abdul Azizi, kur një qytetar shkoi në shtëpinë e tij dhe i kërkoi që ai të shkon në kabinetin e tij, po i përdori këto shprehje për me e kuptu më mirë, nga se po i përdori shprehjet e kohës tonë, nga se Omeri nuk kishte kabinet, Omer ibn Abdul Azizi. Nuk është fjala për Omerin e Madh, është fjala për një figurë tjetër, po ashtu e ndritur në historinë islame. Dhe ai derisa shkoi prej shtëpisë së tij në kabinetin e tij, së bashku me këtë bashkëqytetar, hynën brenda në zyrën e tij dhe ai po i thot, urdhëro, cili është halli yt? Ky qytetar po i thot, a nuk dëshiron me ndez vajgurin, me i bo dritë? Tha, shiqo, fillimisht dëshiroj të dëgjoj kërkesën tënde. A ke ardhur për diçka që është kërkesë private për ty, apo ke ardhur për diçka që kjo kërkesa jote ka të bëjë me të mirën e përgjithshme? Nëse është kërkesë private, unë nuk kam drejt me ndez vajgurin, se kjo paguhet prej arkës së shtetit. Edhe arka e shtetit është një e mirë e përgjithshme që kanë të drejtë të gjithë qytetarët. Por nëse ke ardhur për një kërkesë e cila ka të bëjë me të mirën e përgjithshme, atëherë po e ndezi vajgurin. Kjo kishme i ra sot në kohën tonë moderne, një nën punës i shtetit mos me shfrytëzu zyrën e tij për çështje private dhe për kërkesën e një qytetari për interesin e tij privat, kjo kishme i ra mos me i shfrytëzu makinat e shtetit edhe derivatet me cilat ecin ato makina, mos me shfrytëzu kompjuterin edhe printerin e shtetit për çështje private, mos me shfrytëzu. Ndoshta dikush prej vëllezërve dhe motrave me të drejtë thot, po more ti i nderuam që po na flet, e ke ngrit standardin shumë lart. Ti po kërkon të kqyren në imtësi këto gjëra. Po kështu ndërtohet shteti. Kështu është koncepti përballë të mirës të përgjithshme, dhe këto janë ato norma etike morale përballë punës. Kështu na mëson Islami. Sigurisht, kjo është një temë shumë e gjerë. Normat islame në raport me punën dhe moralin e punës dhe me afarizmin kërkojnë që çdo njeriut ti ruhet dhe të kemi konsiderat për integritetin e jetës së tij, pasurisë së tij dhe dinjitetit të tij njerëzor. Do të shiqoni ato normat morale, etike, të cilat kanë të bëjnë me punën dhe moralin për punën dhe afarizmin, Islami në vijat trasha kërkon që gjatë procesit të punës të ruhet integriteti i jetës, të ruhet pasuria e çdo personi dhe dinjiteti i tij njerëzor. Prandaj, shiqoni pejgamberi alayhis salatu wassalam në haxhin e tij lamtomirës, që ishte tubimi më i madh i tij në historinë e tij, në jetën e kësaj bote, ku ishin prezent me të më shumë se 120.000 njerëz. Në haxhin e lamtomirës, pejgamberi e shfrytëzoi këtë tubim kaq masiv dhe në mesin e porosive pejgamberi tha kështu: o ju njerëz, me të vërtet gjaku
dhe pasuria juaj janë të shenjta për ju, sikur shenjtëria e kësaj dite sot, dhe sikur se shenjtëria e këtij vendi sot, në Arafat, në Mekë. Pastaj, vazhdoi pejgamberi tha, ruajeni dhe respektojeni dhe nderojeni vlerën e personalitetit dhe të dinjitetit njerëzor. Punëdhënësi nuk ka të drejtë në asnjë rrethon mos me respektu dinjitetin njerëzor të punëtorëve të tij. Sikurse punëtori po ashtu nuk ka të drejtë mos me rujt dinjitetin dhe pasurinë e punëdhënësit. Më thonë, këto janë reciproke. Pastaj këtu ka shumë gjëra çka të thuhet. Mjafton me përmend porosinë e pejgamberit a.s. kur jemi tek morali i punës dhe ato norma që duhet të kemi parasysh, nga se nuk është ideja na këtu tani të lëshohemi, ti përmbledhim edhe ti përmendim ato dispozitat gjitha, por në kuptimin e përgjithshëm. Çka thot pejgamberi a.s. Që sa bukur. Thot, punëtorit duhet t'i paguhet djersa e ti ende pa ju tharë në djersa. Allahu Akbar. Kjo është shumë filozofike, ju vëllezër dhe motra. Do të thotë, nëse ti e ke një punëtor, ata afarist, ata biznismen, ata tregtar, ata punëdhënësa, punëtori duhet të paguhet pa ju tha djersa e tij. Tani unë e kuptoj se njerëzit pajtohen rreth një organizimi të jetës, rreth një sistemi, po azojmë sistemi pagave, do të pritet koha me e marë pagën e kështu me radhë. Por, nëse njerëzit pajtohen rreth një sistemi të caktuar, konform asaj kontrate dhe asaj marrëveshje, duhet të respektohet marrëveshja. Është e pa drejt, është jo humane, është e pa dinjitetshme, nuk është halal, nuk është islame, që pa drejtësisht dikujt t'i vënohet rroga. Konform kontratës që është. Nëse unë jam i obliguar të paguaj në fund të muajit punëtorin tim, unë jam përgjegjës dhe nuk duhet në asnjë rrethon ta shkelit të drejtën e punëdhënësve të mi. Nëse mi dakordu që çdo 15 ditë të bëhet pagesa, ashtu duhet të respektohet marrëveshja. Çdo javë, ashtu duhet të respektohet marrëveshja. Nëse unë jam i obliguar të punoj orë të caktuara, unë duhet të punoj aq orë konform kontratës dhe marrëveshjes siç e kemi. Në të kundërtën, nëse unë punoj orë shtesë, duhet të shpërblem dhe duhet të paguam. Do të thotë, krejt to janë norma që kanë të bëjnë me atë moralin e punës dhe të afarizmit. Prandaj, kontrata dhe marrëveshja është shumë e rëndësishme dhe në fushën e këtyre raporteve të përbashkëta, kontrata dhe marrëveshja, ashtu sikur është përpilu, ashtu sikur është nënshkru, ashtu dhe duhet të respektohet nga të dyja anët në mënyrë reciproke. Edhe punëdhënësi i përmbahet marrëveshjes dhe kontratës, por edhe punëmarrësi respekton ato që janë pjesë e kontratës dhe marrëveshjes. Me një fjalë, dua ta përmbylli. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot el muslimuna ala shurutihim, muslimanët respektojnë në përpikri marrëveshjet dhe kontratat e ndërsjellta. Allahu fuqiplot në Kur'anin famlar thot: O ju besimtar, aufu bil uqud, përmbajuni kontratave dhe marrëveshjeve të cilat ju i keni pranu me vullnet të lirë
të vetëdijshëm. Ato marrëveshje dhe ato kontrata që ju jeni zëtu dhe keni shpreh vullnetin dhe bindjen e lirë për ti përmbushur, ato duhet të respektohen dhe ato duhet të përmbushen. Kështu nuk ka probleme dhe kështu kalon dhe hargjohet jeta në mënyrë të dinjitetshme. Zotën e tham, ora dhe koha nuk ndalet, por ne jemi të interesuar që konform këtyre normave etike ne të hargjojmë dhe të kalojmë jetën tonë përplot me dinjitet, përplot me respekt e mirësjellje, përplot humanizëm e njerëzillok. Të gjitha këto na i mëson edhe na i ofron Kurani famlar, respektivisht mësimet dhe normat e tij, si dhe mësimet e ndritura të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahun tebaraka wa taala që çdo herë t'jemi të atill që jetën ton e kapitalizojmë me produktivitet dhe me gjëra të mira, e të mbara, e të dobishme. Elusim Allahun dhul xhelal që të mos na mungojnë bekimet dhe mbarësit gjatë jetës tonë, si dhe lutja jon është ajo çfarë e përmendëm gjatë këtij takimi, që është lutja më gjithëpërmbledhëse, lutja e Kur'anit, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot, na dhuro të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe na mbroj nga zjarri i xhenemit. Na fal neve, na i fal prindrit tanë, familjarët tanë, gratë tona, pasardhësit tonë, nesër në ditën e gjykimit. Deri në takimin e radhës, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.